një person që ka ankth, që ka stres, konsumimin e vezës duhet ta ketë shumë të rëndësishme. Okay. Sepse Nuk veza, e dija këto. Unë e konsumoj edhe sepse bëj aktivitet fizik, por që veza nuk e dija është që shumë e rëndësishme sepse ka kolin. Kolina formon një donator metili, që është një parametër biokimik i quhet C3 që jep metil që çaktivizon ose mbyll disa gene. Dhe kolina formon një lëndë e cila quhet trimetilglicin. Kolindehidroginaza formon beta-inaldeidi, beta-inaldehidroginaza, trimetilglicina është një reakcion enzimatik. Pra veza vet ka kolin. Ka pothuajse aminoacide shumë të rëndësishme, ka leucin, izoleucin, valin. Nga veza lind dieta. Dhe veza, lëngu i mishit, perimet e stinës, majtanozi, selenoja, gjalpi, kosi, gjalpi organik, kosi organik. Çfarë ka ushqim të stinës janë shumë të shëndetshme, pra kefiri, veza, lëngu i mishit, pothuajse këto frutat e egra, boronicat, manaferat, pjesa e manave, ose pjesa e thanave, janë shumë të rëndësishme, por sidomos tani që manaferat, boronicat, që janë edhe me bollëk edhe që janë, sepse këto krijojnë dhe në trup disa substanca sikurse dhe shega. Shega për trurin është mbreti frutave.